Në fakt, unë panajirin e shoh në dy dimensione. Dimensioni i parë është për librat që unë kam përkruar të panajirin, por ai që unë ndjehem më mirë, dhe ndjehem më këmë edhe krenar për atë që për libri kinez, pasi në këtë panajir tashmë mund të ketë 10 panajire të librit, thjesht për librin kinez që është jashtëzakonisht i pranishëm. Ajo që ka është interesante në pavionin tonë është ne kemi një numër të konsiderueshëm të literaturës e kineze dhe më i fundit është kopshës letrare nga Chen Changzhu. Është botimi i fundit që çuditërisht flet mbi një kulturë të lashtë të kopshteve, në historinë e artit dhe kulturës kineze, por mbi të gjitha mbi prejardhjen e këtyre kopshteve të cilat janë të gatshme dhe vizitohen edhe sot. Nga librat më tërhequr të nga literatura kineze që shpjegon botuese ka botuar është Tao Te Ching dhe Lao Tzu. Është një nga librat i cili, siç e shikoni, është mbaruar në pavionin tonë dhe së shpejti do të vijë sërish për lexuesin, por e rëndësishme ka të bëjë është fakti që ka të bëjë me përkthimin që i kushton shpjegon botuese. Njëri nga përkthyesit më të rëndësishëm të literaturës kineze, siç është zoti Ilyas Spahiu, patjetër që ka krijuar jo vetëm besueshmërinë, por edhe një standard të lartë të gjuhës së përkthimit. Dhe mbase kjo është interesi i shtuar që lexuesit kanë për këtë lloj literature.